Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirë mbrëma miq, jeni në Vitality Vibes, si çdo të shtunë një emision I cili kushtohet shëndetit, por pa harruar që ky emision transmetohet përveç se në valët e Top Albania Radios në 100 MHz edhe në kanalin 10 në digital në TV. Për herë të parë një emision I cili I kushtohet shëndetit nga radio edhe në televizion. Me mua sot miq në studio, një mik I imi prej shumë vitesh, kemi ndar bashk shumë momente, shkollimin, kohën e rinis e tjerë, dhe që sot jemi bashk për herë të parë në një emision televiziv dhe radiofonik. Doktor Ermal Pashaj, mirëmbrëma dhe mirë se je. Dhe mirë se ke ardhur në Top Albania Radio dhe në Vitality Vibes. Tani për gjithë ju miq, doktori është kirurg maksilofacial, I specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës, në fushën onkologjike, pak I veçantë doktori në Shqipëri, sepse nuk janë shumë të tillë të cilat merren me tumoret e kokës dhe të qafës, edhe pse tumoret e kokës dhe të qafës nuk janë me numra shumë të mëdha që të kemi kaq shumë doktor, prandaj doktori është I veçantë. Dhe kam kënaqësi në fakt të ndaj këtë eksperiencë të tij me gjithë dëgjuesit sot, për sa I përket këtyre tumoreve që me sa duket ne themi që janë të rralla për numrin e popullsisë, por nuk janë aq shumë të rralla Ermal apo jo? Në fakt jo, nuk janë edhe aq të rralla sepse janë situata të cilat krijojnë ato ekspozime të traktit të sipërm aerodigestiv, pra të pjesës gojës, të fytit, të hundës, të lëkurës, fytyrës dhe të qafës në ekspozime të tilla, kështu që epiteli është ajo shtresa që mbulon le të themi dhe që ka një rol mbrojtës ndaj temperaturës, ndaj diellit, ndaj traumave, që është një ekspozim I përhershëm dhe ky lloj ekspozimi bën atë edhe të çedoj në pika të caktuara në nivel qelizor dhe pastaj ato shtohen dhe dalin krijimin përfundojnë në krijimin e këtyre lezioneve tumorale, të cilat mund të bëhen shpesh herë dhe të rrezikshme. Ajo që bën të veçantë është fakti se duke patur një impakt jashtëzakonisht të lartë psikosocial, funksional, nuk është shumë e lehtë të merresh me to për faktin se përveç se demolicionit, pra përveç se heqjes së këtyre tumoreve, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe rindërtimi për të rikthyer këta pacientë atje në post traumës kirurgjikale në një jetë decente, normale për vazhdimsi. Po besoj që edhe për vetë fushën ku ju operoni, pra qafa dhe koka, mendoj që krijimi I tumoreve në zonat të caktuara bëhet edhe besoj edhe pak e vështirë për kirurgun që ta heqi. Pra se nuk është ndonjëherë këto tumoret e fytit apo tumoret e veshit, në zona të cilat janë çik të ngushta për të ndërhyrë, gjithmonë përpiqen një gjithmonë me ç'kuptoj dhe ç'kam parë prej jush edhe në disa imazhe që kemi vendosur aty, të cilat janë zona edhe të vështira për të ndërhyrë, po edhe për të mos lënë shumë shenja dhe çikatriçe më pas. Plani I intervenimit është I plan që duhet të nisë në nivele programimi, le të themi gati ushtarake. Nuk mund të ketë një strategji gjatë rrugës. Ajo duhet të filloj që në momentin e parë. Lezionet e tilla të kondicionojnë në dy nivele. Niveli I parë është, le të themi, siguria e heqjes së këtij tumori. Mund të hiqet apo jo? E para mund të hiqet apo jo, se varet edhe nga grada e ekspozimit dhe nga momenti I paraqitjes së këtij pacienti. Të tilla lloj tumoresh kanë një plan agresioni jashtëzakonisht specifik, sepse ti duhet të jesh absolutisht I përgatitur se ku po hyn dhe çfarë po heq dhe sa larg do heqësh. Pra ti duhet I rrish larg atij. Mirë po, nga ana tjetër, kjo e hequra larg, kjo e hequra radikale, që është ajo që do të duhesh, të krijon një defekt akoma më të madh. Dhe këto defekte më të mëdha do të sjellin një element problematik në pjesën e rindërtimit. Dhe për fatin e keq, për shkallët e para, domethënë nga niveli I parë deri në nivelin e katërt
i cili ka një divizion në A dhe në B. Deri në nivelin e 4A këto tumore potencialisht duhet të operohen. Nuk ka akoma për fat keq një terapi alternative që tjetë një terapi zgjidhëse përveç se kirurgjisë dhe pastaj terapitë e tjera adjuvante, le të themi, terapitë ndihmëse, janë ato që vijnë pas. Për faktin se le të themi mundojmë të përdor ca terma ndonjëherë popullor për të arritur tek pacientët. Kur flasim për tumore të tilla, nuk mund të themi se ndoshta po e kalojmë, po e tentojmë një herë me rreze. Ato mund diskutojmë për me rreze në nivelin e stadit të parë, për shembull. Por edhe ato rrezet kanë efektet e tyra me pasojë mbrapa, se djegin. Dhe djegin dhe indet. Dhe një nga fenomenet, për shembull, për shkak të eshtrave të fytyrës, një nga fenomenet që mund të ndodhë në rit djegje apo në tejkalimin e dozave, për shembull, mund të jetë edhe nekroza apo kalbje e këtyre indeve. Kështu që në të tilla lloj situatash, le të themi, metafora që përdor është që ti nuk mund të qellosh një ari me fishek zog. Do duhet të jesh më agresiv me të, dhe pastaj terapit adjuvante të jenë. Sikundër, ka edhe plot momente në cilat këto terapi adjuvante, pra termin tash mbase se gjej tamam shqip, po terapit ndihmëse, do të jenë ato të cilat ndoshta e zbusin pak agresivitetin e tumorit, pra e bëjnë atë të operueshëm dhe pastaj të aksesohet për të hequr atë dhe për ta komplementuar të gjithë procedurën me rindërtimin. Çka është tej mase e rëndësishme është dhe që vlen shumë të theksohet, është që tani më të tilla lloj procedurash janë procedura të cilat diskutohen në një grup mjekësh. Po praktikisht ju nuk veproni vetëm, më kuptoj. Nuk ka, absolutisht është e pamundur. Nuk ka një specialist i cili zgjidh çdo gjë me një shkop magjik. Kjo është një pjesë e një grupi pune, i cili është ndërtuar nga kirurgu i fushës, është ndërtuar nga mjeku radiolog, nga mjeku anatom patolog, nga mjeku radioterapist, dhe onkologu që le të themi përmbledh të gjitha këto figura, e këto figura standardizojnë protokollin dhe klasifikohet prezantimi në momentin që vjen pacienti, klasifikohet sipas një protokolli eksaktësisht përcaktuar. Nuk ka nevojë asnjëri nga ne që të shpiki rrotën. To janë tashmë protokolle ndërkombëtare, janë lehtësisht aksesueshme. Por që ka nevojë për staf apo? Po sigurisht, specialisti nuk del asnjëherë jashtë gjës. Por ama, duke qenë se të tilla lloj fenomenesh janë ndeshur në historinë e mjekësisë në le të themi rangje të ndryshme të specialiteteve, atëherë eksperjenca ndër vite ka krijuar një hierarki veprimi. Çfarë do të them me këtë? Po ka për shembullin konkret Shqipërinë. Në Shqipëri ka një popullat ajo që është. Dhe le të themi në atë 30% që presupozohet të ketë prezantim të këtyre tumoreve në popullat, po këtu po fus edhe kancerin e lëkurës, fytyrës edhe ato të mukozave të brendshme. Atëherë mund të lindte nevoja që eksperienca e një qendre spitalore të mos jetë ajo e duhura për të zgjidhur një rast specifik. E për këtë arsye në botën mjekësore tani më janë të standardizuara mënyrat se si duhet agresohet një situatë e tillë, pra si duhet përballesh me një situatë të tillë dhe klasifikohet tumori në madhësinë që ka, në shpërhapjen nëpër limfonodin e qafës apo në metastazat e rrota. I jepet dhe specificiteti i qelizës, e cila tashmë është një element shumë i rëndësishëm që po studiohet edhe në nivel gjenetik për të kuptuar se kush janë shprehjet e veta, se llojet e ngjashme tumore shpeshherë sillen edhe ndryshe. Dhe analiza gjenetike ka thelluar studimin e të tillë formacione puzzle-i bashkohen bashkë dhe krijojnë një figurë ku është shumë e qartë se ku duhet të shkohet. Dhe kjo është një situatë që do të zgjidhet në të njëjtën mënyrë, po them në Tiranë, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Kukës, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Mallakastër, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Saranë. Por edhe në përbot. Specialistët përgatiten të perfeksionojnë, le të themi, artin e veprimtarisë tyre. Por
rrugtimi është rreptësisht i përcaktuar. Mirë, Mal, DJ Kedos më thotë që duhet të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Një trajtim revolucionar miq Longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange, TPE, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital, është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë dhe gjithashtu forcon imunitetin dhe mbështet jetëgjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare. TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe longevity. Kontakto Eteris Clinic Day Hospital në 069 60 966 56 për gjithë ju që doni të hiqni disa nga toksinat, keni atë plazmën e gjakut që bëhet si një formë gjalpi, Eteris. Për të rikthyer me mikun tim, doktor Ermal Pashajn, kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës. Vërtet, doktor më përmendë pak tumorin, mënyrën se si mund të perceptoni se si hiqni, patjetër që nuk jeni vetëm ju, ka një ekip multidisiplinar që është pas dhe që menaxhon një situatë të tillë, por duhet të ndaja pak me gjithë dëgjuesit që kush janë shkaktarët e tumoreve të kokës, edhe të qafës, edhe të fytit. Sigurisht. Qofse do flasi për pjesën e jashtme të fytyrës, shkaktari kryesor është rrezet e dëmshme të diellit. Ashtu, ha? Tani më jemi në periudhën e verës dhe ndoshta vlen edhe për një mesazh të tillë. Jo, patjetër një mesazh sensibilizues për gjithë ata që na dëgjojnë që të mbrohen sa më shumë. Sepse të paktën brezion. Po mirë, besoj që ekspozimi është ndaj viteve, mendoj. Sigurisht. Po gjithmonë ne kemi qenë ata që kemi qenë instruktuar nga edukata jon familjare që dil pak në diell se të bën mirë. Po kjo është vërtet. Po duhet pak ai dielli sepse kur bëhet shumë ai dielli pastaj krijon edhe problematika. Ai qëllon stresat e veshjes lëkurës. Dhe këto dëmtohen në nivel gjenetik dhe pastaj transformohen. Tilla lloj fenomenesh mund të prodhojnë kancerin e lëkurës, ashtu si kundër mund të prodhojnë edhe tumoret e qelizave bujtëse në lëkurë, që është melanociti, pra melanoma, që është një plagë edhe ajo e lehtë për të trajtuar. Për sa i përket pjesëve të brendshme të mukozave, pra pjesën e brendshme të gojës, të fytit, të gjuhës, le të themi dyshe mes gojës, të hundës, të laringut, janë shkaktarët më radikal, me fjalë më të lashtë, janë ata të veseve. Pra alkooli, duhani. Po vese janë. Po vese, ja, dakord jam. Alkooli, duhani janë nga shkaktarët më të akuzuar. Për faktin se alkooli shërben si një diluent, ndërsa substancat kancerogjene të duhanit janë ato që këtij dilucioni, domethënë, mund të krijojnë një penetrim më thellë në shtresa të agjentëve kancerogjen që penetrojnë. Gjithashtu, vlen për të përmendur që është bërë më prezente në vitet e fundit edhe në Shqipëri, vlen për të përmendur, le të themi, një agjent viral, që është papilomavirusi, i cili shpeshherë gjendet në masat humorale. Nëpërmjet analizave gjenetike tash ai mund të si merret në gojë. Si merret në gojë, nëpërmjet kontaminimit me duart, nëpërmjet raporteve seksuale, nëpërmjet autoinokulimeve. To janë situatat cilat janë për tu shprehur dhe për tu përmendur sidomos tek të rinj, domethënë sepse ky është një infeksion që mund të merret dhe aty rri i fjetur për shumë vite dhe pastaj e shpreh aktivitetin. Forma të tjera për shembull, se le të themi faktorë të tjerë
a duhet trëmbemi nga këto bajamet e shpeshta që na zën, pra këto tonsilite? Ja, nuk mendoj që apo këto stafilokoket apo streptokoket, do të thonë që janë infeksione të vazhdueshme, pavarësisht se besoj që janë të trajtueshme nëpërmjet kurave antibiotike etj, po do të thënë janë faktor risku. Vegetacionet adenoide, tonsilat janë struktura apo stacione mbrojtëse të cilat, le të themi, detyrën e tyre kryesore kanë deri në fundin e moshës pediatrike. Kalimi më tej pastaj është ato relativisht atrofizohen. Ekspozimi, do thosha unë, ndaj asaj që është edhe një nga plagët shqiptare, është pasiguria ushqimore. Ne marrim ushqime të cilat nuk dim kontrollin e plerave kimik. Nuk dim substancat e modifikuara gjenetikisht për të patur ato. Tash ne jemi brezje kemi jetuar. Kishim domatën e kishim vetëm në ver, apo ku di unë, frutat ishin në stinët e caktuara. Tani ti ke çdo gjë në çdo stinë. Edhe kjo është paranormale. Kështu që edhe kjo siguria ushqimore është një kontribus për shkaktimin e tumorit. Mirë doktor, DJ Kedos thotë që duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Erdhëm sërish bashkë miq në Vitality Vibes. Me mua në studio për gjithë ju që sapo keni ardhur tani, doktor Ermal Pashaj, kirurg maksilofacial, një mik i imi prej vitesh, por i specializuar në kirurgjinë e tumoreve të qafës edhe të fytit. Teksa po flasim edhe kokës, patjetër, edhe kokës dhe fytit, patjetër. Teksa po flasim për të gjitha këto elementet që përmendim, duhet i kujtoj miqve që ky emision mundsohet nga Laboratori Intermedica, i cili vjen edhe me Dermadvance, njërisi në fushën e dermoestetikës. Doktor, a ka në një shenjë dalluese, për shembull, që pacienti duhet vërë re tek vetja e tij përpara se të drejtohet tek një kirurg maksilofacial, ose mbase ku diun, të drejtohet te një ORL, te një dermatolog, për shembull shikon një shenjë këtu, një top apo një njoll, apo ku diun, ke këto tumoret e fytit kanë parë që ikën zërin në një herë. Po sigurisht. Po si ta dallojmë që është ftoje për shembull apo na ka ikë zëri se kemi një tumor? Tani normalisht fenomeni bazë, le të themi, është që në moshat e treta, se fatmirësisht janë shumë të rralla ato rastet në moshat e reja, është që plag, për shembull, puçra apo gjakrrjedhje apo fenomenet cilat zgjasin në kohë janë, një plag që mund të ngatrohet në buzë për shembull me një herpes. Është një element që duhet parë, se herpesi ka ecurinë e vet të krijimit të bulave, të krustave dhe pastaj shërimin. Një plag që persiston, që është aty 10 ditë, 2 javë, që rri aty, që diku tenton të mbyllet, pastaj rihapet. Këto janë fenomene të cilat absolutisht duhet marrin vëmendjen e mjekut. Qoftë edhe mjekut familje, se nuk është nevoja absolutisht për mjekun specialist. Mjeku specialist pastaj është ai që këta pacientë duhet i referohen nga mjeku i familjes. Por ky është një element shumë i rëndësishëm, për shembull, që plagët apo një vështirësi në gëlltitje apo një dhimbje në gjuhë. Gjuha është një element që shumë pak njerëz e besojnë se mund të krijojë tumore. Por është një nga elementet që është më i ekspozuar ndaj traumave. Edhe gjuha do të thënë krijon tumore. Sigurisht dhe krijon ndonjëherë nga ata që janë edhe më problematikët për tu trajtuar, sepse përveç se do duhet rikthyer funksioni, po para se të shkojmë aty ka një, duke qenë se është një muskull, ai e përcjell shumë më shpejt metastazën nëpër nivelet limfonodale. Për shembull, në nivelet e gjuhës, ne në 95% të rasteve, në tumore që e kanë kaluar shkallën e parë të madhësisë, në mënyrë preventive bëjmë edhe zbrazjen e qafës, sepse ka në mbi 35% të rasteve metastaza okulte nëpër limfonodë. Çfarë do të thonë zbrazje? Ishin dhe limfonodët, ë? Sigurisht. Fati i mirë, nëse mund ta quaj fati i mirë, është që tumoret e distriktit kokë-qafë metastatizojnë
fillimisht në rrugë limfatike, jo në rrugë hematologjike, pra jo në rrugë gjaku. Dhe ato stacionohen në për limfonodit e qafës. Dhe shpesh herë ka plot nga këto tumore që manifestimi, për të rikthyer diskutimin, manifestimi primar ka një masë në qafë që dikur është e lëvizshme, ndoshta edhe e padhimshme, dhe që shoqërohet me këto fenomen. Ngjirja e zërit që po thoj që parë mund të jetë karakteristike e kutisë së zërit, ato janë tumore të cilat në fazat e para të tyre janë absolutisht të trajtueshëm shumë mirë me radioterapi, pra me prezervimin e organit, pra kutia e zërit të ruhet, nuk ka nevojë që të hiqet, por monitorimi do të jetë tjetër. Sigurisht edhe këtu mizotron alkooli dhe duhani në të tilla nivele. Rastet pasaj kur ato janë që shfaqen në fazat vona, janë kryesisht tumoret që janë të orofaringut, që ne, pra pjesës së fytit sipërme, apo të nazofaringut, që këto shfaqen relativisht më të shumtën e rasteve me masa në qafë. Njerëzit ka një gjë në qafë që nuk e kuptojnë. Mos lëm pa problem. Tiroidia besoj tiroidia është një element tjetër. Në sensin që kur ka është edhe një entje, do të thënë apo një inflamacion duket ndonjëherë sikur entet apo ku diun bajamet ndonjëherë. Tiroidia mund të krijojë vështirësi ngëltitje. Më shuaj një kuriozitet, më çka kanë qenë ato shtytat që thonim ne na dalin shtytat? Shtytat është një patologji virale, në fakt, nuk është krejt benigje, nuk ka. Po ajo që do për ndonjëherë të shtytat, për shembull, është një infeksion i gjendrave të pështymës, kryesisht gjendrës parotide, gjendrës paraveshit. Që kanë qenë super të dhimbshëm. Po. A ekzistojnë më shtytat? Ekzistojnë? Po, po si. Ekzistojnë? Po ka raste, po janë kryesisht moshat pediatrike. Përgjithësi vaksinimi ka shuar, domethënë nuk është se shumë prezente. Megjithatë, një gjë që vlen për të përmendur për shembull është që ka edhe masa tumorale në gjendrat e pështymës. Gjendrat e pështymës mund të krijojnë masa tumorale, që për hir të vërtetës një pjesë e konsiderueshme janë benigne, pra që janë masa që nuk lëshojnë metastasa, por shoh plot pacientë të cilët kanë frikë të operohen për faktin se aty është dhe nervi i fytyrës dhe interventi i trëmbë se mos krijon në hipertesë apo në paralizë të nervit të fytyrës. Gjithsesi, një mesazh që është për këta pacientë është që tumoret të tilla edhe benigne për kohën që rrin, nëse rrin shumë kohë aty, pra kam njerëz që i mbajnë me vite, mund të malignizojnë. Pra tumori në rritjen e vet ka edhe një fazë e cila bëhet e keqe. Duhet të ndalem pak për sa i përket pikërisht kësaj që sapo thatë. Për shembull, ju thoni që tumori qëndron aty, po nuk ka një mënyrë që ju të përcaktoni për shembull zhvillimin e këtij tumori, pra nëpërmjet një ekoje apo nëpërmjet një rezonance, që thoni që ky po rrezikon, ë? Do të thënë, për sa kohë duhet që një pacient të monitorojë një tumor në zonat që përmendet, pra qafë, kokë, fyt etj. Për sa kohë konsiderohet i parrezikshëm? Pra sa është monitorimi nëpërmjet ekzaminimeve? Më intereson pak, do të thënë, dikush që ka mbase një kistë në tiroide, dikush që ka një masë në tiroide, dikush që ku diun ka një kistë këtej nga qafa, që janë ato janë të zakonshme, po, të zakonshme dhe relativisht të qeta. Apo këto kistet, më fal që ndërpres, këto kistet që na dalin ndonjëherë në zonat e maksilës për kanë bërë një implant, ka bërë një kistë aty apo është në një xhep, në një dhëmb. Në përsinuse për shembull, janë zakonshme, shikojmë. Mund të shfaqen fenomene të tilla, ka plot kiste retensioni që mund të jenë dermoid, që mund të jenë kiste mukoze. Diskutimi lind me vizitën e mjekut. Nëse një pacient ka një shqetësim, shef diçka që nuk shkon, nuk mund të shkoj pacienti të bëj një eko dhe se po e shoh. Është dyshimi klinik i një klinicisti apo i mjekut familjes, i cili e orienton atë në vlerësimin e ekzaminimit radiologjik ose jo. Ajo që është krijuar shpesh vitet e fundit është një pseudokakofoni, e cila thot, po shkoj, po bëj një eko, apo po bëj një skaner për ta parë vetëm brenda. Edhe ato janë rreze. Patjetër. Kështu që racionalizimi vjen vetëm nëpërmjet mjekut familjes apo mjekut specialist për fushë. Nuk kushton gjë. Ka figura plot aty.
ka mjekun e familjes, ka dentistin, ka otojatrin, ka kirurgu maksilofacial, janë disa specialitete që le themi funksionojnë dhe që ndërlidhen me njëra tjetrën. Radiologjia është një shtyllë jashtëzakonisht e rëndësishme, por që do duhet të shkojë mbrapa një dyshimi klinik. Sepse edhe radiologu mund të shohë një element të tillë, po e do një indicje për çfarë të shkon. Dëgjoj çika Ermal. Po, mandaj pak të ku futet kirurgu maksilofacial, pra ku ndahet kirurgu maksilofacial nga kirurgu ORL, se edhe ORL-ja operon këti, edhe ju operoni nga ana tjetër. Ka një histori të vërtet. Kirurgjia maksilofaciale është një brinjë e kirurgjisë ORL. Pra ka dal nga ORL-ja. Kirurgjia maksilofaciale ka një nismë kryesisht në kohërat e luftrave, sepse merresh kryesisht me traumatologjinë e kokës, e eshtrave të fytyrës dhe të kokës. E tillë lloj situate në kohëra ka një superpozim jashtëzakonisht të madh. Tani sigurisht kjo është e imja, ajo është e jotja, këto janë nivele shumë të ulta të diskutimit pastaj. Sepse ka edhe të tilla fenomene që ndeshen pse e bëre ti hundëm, pse se bëra unë hundëm, pse e bëre ti veshin. Flasim në nivel të tumorëve. Tash kirurgjia maksilofaciale le të themi që është fytyra. Po në fytyrë ka edhe zgavër të orbitës, ka edhe hund, është dhe fyti, edhe gjitha. Ka edhe qaf, ka edhe onkologjia është një element tjetër që është, për shembull laringu është një le të themi pertinencë, një përkatësi e ORL-s. Problemi është i tillë që për shembull unë në gjithë rrugtimin tim, edhe në Shqipëri, edhe jashtë saj, jam gjendur në për klinika universitare, apo kur kam bërë fellowshipin për onkologjin, në klinika në cilat të dy specialitetet janë të ndërthurura. Dhe një nga emrat më të mëdhenj në Europë të kirurgjisë onkologjike, na ka dhënë një mesazh vetëm se kishte nga këto kush e bën këtë, kush e bën atë. Dhe thoshte kirurgjinë e bën ai që di ta bëj. Okej. E mbyllim. Shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Pjesa e fundit e emisionit miq. Me mua në studio doktor Ermal Pashaj, mjek kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret edhe në fushën onkologjike, po në tumoret e kokës edhe të qafës edhe të fytit. Por për t'i thënë doktorit që një natë, një sken, një moment historik, më 11 korrik, yje zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksionit të një klasi botror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përtej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, po është një event për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.albania.com, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë. Për të rikthyer në një rubrik doktor, mit edhe fakt. E kemi për gjithë mjekët këtë, për gjithë të ftuarit më saktë, dhe edhe për ju që nuk shpëtoni dot, mit edhe fakt, nëse nuk kam dhimbje, te kjo masa në qaf nuk është serioze. Përkundrazi mund të jetë shumë serioze. Pra nuk është mit. Po, është mit. Vetëm duan pirsit preken nga tumoret. Mit. Një biopsi e përhap tumorin. Mit. Pra nuk është që merrni ato çuk edhe mos i Jo, absolutisht. Okej. Ngjyrja e zërit është gjithmonë nga ftoja. Mit. Të rinjt nuk preken. Nga tumoret, pra nga tumoret e qafës, pra preken dhe të rinj. Fatkeqësisht është mit. Fatkeqësisht është mit. Tani, meqense jemi këtu tek këto minutat e fundit, cila është mosha më e vogël që ju keni parë në tumoret e qafës, kokës edhe fytit? 23 vjeç. 23 vjeç. Shkaktar nga gjithë ato që përmendëm apo faktor genetik? Jo, besoj faktor genetik asnjë nga këta. Asnjë nga këta. Dhe para se të vazhdojmë prapë me fakt, a kemi në numër në Shqipëri, se harrova të ta pyesja më parë, a kemi numër në Shqipëri apo të dhëna për pacientët të cilët janë të prekur, patjetër se mund t'i ketë
domethënë mund të jenë statistika onkologjike, po në këtë sektorin Sigurisht që e kanë. kokës edhe qafës. Sigurisht Sa kanë numra numra. pak a shumë? To kanë një problematik. Këto numra nuk janë të, për shembull, nëse ju do të shkoni tek Instituti Shëndetit Publik, për shembull, nuk ka shifra të shfaqur. Dhe kjo vjen për shkak se statistikat nuk janë atashuar Nuk janë të ndara, besoj, për sa i përket janë të zonë. ndara, po le të themi që numrat të tillë do duhet të koordinohen në një institucion shtetëror. Kuptoj. Rikthehemi sërish te mit dhe fakt. Nëse ekografia është normale, nuk ka nevojë për kontrolle të tjera. Fakt. Fakt. Pra, nëse themi që është kist mielet. Jo detyrimisht, por le të themi që kanë aspekte goxha. Ekografia është një instrument jashtëzakonisht sensibël për të përcaktuar nivelet. E fundit, të gjithë gjëndrat e zmadhuara në qaf janë kancer. Mit. Mirë miq, ishit në Vitality Vibes. Ndoqët doktor Ermal Pashajn. Doktor, një kënaqësi që të kisha në Vitality Vibes për herë të parë, në fakt ne të dy pas shumë vitesh, por në një emision televiziv dhe radiofonik. Miq, dëgjoni këshillat e doktorit, mos harroni ditën me diell, ritakohemi fundjavën e ardhshme në orën 7-8 në Top Albania Radio dhe në Top Albania Radio TV në digital. Deri atëherë natë e mirë dhe mirë dëgjofshim.